Shikues ta 2 CNN, mirëmbrëma. Ekziston një lodhje që s'ka lidhje me moshën, është raskapitja që vjen nga pritja. Dhe Partia Demokratike prej 13 vitesh është në pritje për t'u ringritur, për t'u bashkuar, për të fituar. Një tegade gjysëm që duket se ka konsumuar gjithçka, lider, struktura, besim, energji dhe ndoshta shpresën se ndryshimi vjen brenda saj vetë. Teksa për një javë Partia Demokratike do të festoj 35 vjetorin e themelimit të saj, partia që dikur përfaqësonte frymën e çlirimit, sot po përpiqet të çlirohet nga vetja ose më saktë kështu duket në disa linja të saj, nga hija e së shkuarës nga përçarja e pafundme, nga mitet që kanë mbetur më të fortat dhe faktet, megjithatë vjon rrotullimi rreth vetvetes. Një parti me 2 foltore, 2 retorika, por ende pa një formul të re përfitore në atë që i mungon ende. Në vend të reformimit kemi rikthime, në vend të garës kemi sërish garanci se do të jetë ndryshe, në vend të bashkimit kemi foltore të dytë. A është kjo një shenjë rinovimi apo dëshmi se plagët janë më të thella se ç'mendonte Sali Berisha në 2021 kur nisi të shërojë ato me këtë premtim? Kelti Skruja, një nga zërat e rëndësishëm të kryesisë së kësaj force politike, do të jetë pak me mua, ku do përpiqemi të flasim ndershmërisht, pa slogane, pa retorike, klishe për një parti që pretendon të jetë rithemeluar, por që ndoshta ende por kërkon themelet e saj të reja. Ndërkohë në pjesën e dytë do të jemi me disa zëra të ndryshëm nga selia blu të shtrirë në breza për të bërë një analizë se a mund të fitojë Partia Demokratike me këtë formulë që ka, me njerëzit që ka, me mënyrën si flet dhe si dëgjon. Insert i parë dhe rikthehemi. Ne do i kërkojmë Kuvendit Kombëtar të vendos që për vendimin që mori të shprehet çdo antare dhe antari Partisë Demokratike me referendum, mund ta quani edhe kuvendin e rithemelimit të Partisë Demokratike. Garantoj demokratët dhe demokratët se kur nuk do t'i zhgënjej. Rikthimet në histori kanë qenë vetëm suksese. Se edhe Basht, edhe Hoti kanë patur burrat penzët pushkës, burrat betejave dhe fitimtar. Po ti zotri nuk numëron asgjë tjetër, vetëm humbje dhe beteja të dorëzuara. Një nga qëllimet më kryesore do të jetë hapja e kësaj partie ndaj vlerave të mëdha, intelektuale të vendit, diasporës, emigracionit dhe kudo që janë. Poni mua ju, cilën marrëveshje ka fituar partia, nga cila marrëveshje me Edi Ramën ka fituar Partia Demokratike këto 8 vite? Asnjëra prej tyre. Që të gjitha i ka fituar Edi Rama. Hiqti dorë nga marrëveshjet pa miratim paraprak nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Cili do që është i aftë të krijojë fraksionin është i mirë pritur që sot i them, ne s'kemi frikë nga liria. Dhe këtë analizë jeni ftuar se cili nga ju të jap mendime, të bëj kritika për cilin do, të bëj propozime çfarë do që mendon. Kam vetëm 2 kërkesa. Jo 6 shtrigash. Ne nuk bëhemi në asnjë rrethan partie gjaut shtrigave. Kur kam thënë do mbrojmë votën, nuk kam thënë do mbrojmë me Kalashnikov, as me armë, por e mbrojtëm votën në 2001-shin, jeni dishmitar vetë, se si çfarë bëri policia për ta marrë zgjedhjet, por mori një damkë ndërkombëtare. Okej, jemi rikthyer në studio, siç u bëra me dije në hyrjen time, kam të ftuar zotin Kelti Skruja, antar i kryesisë Partisë Demokratike, figurë e rëndësishme e kësaj force politike, nderuar, shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. U përpoqem që përmes pamjeve të ilustronim atë që ju kishit shkruar pak ditë më parë sa i takon foltoreve të mbajtura në Partinë Demokratike. Për të folur për gabimet e partisë mbase do duhen ne dimrin, po jo si këto tona, si ato dimrat norvegjies që janë më të gjatë,
por besoj se në pak minuta mund të bëjmë një skanim të asaj që ka ndodhur, po ndodh edhe pritet ndodhi në forcën më të madhe opozitare. Nga inserti parë, domethënë pata një, është e vërtetë edhe unë e kam shkruar në statusin tim që këto deklaratë Zoti Berisha janë bërë në foltoren e famshme të 2021-shit, edhe unë jam referuar si foltorja ajo e vetmja dhe e vërteta, se në fakt këto foltoret e tjera sigurisht që burojnë nga ajo dhe nga suksesi që ajo pati, me thënë drejtën, pati sukses edhe politik, por pati sukses edhe në energjinë që çliroi në atë kohë në Partinë Demokratike që themi të vërtetën ishte një pozicion shumë të vështirë dhe atëherë, sepse sapo kishin humbur zgjedhjet e 2021, sapo kishin humbur ato, dhe sigurisht që kishte një pritshmëri edhe nga fakti që në Shqipëri ishim mësuar që rotacioni vjen dhe vetë. Edhe kjo ishte një nga... Ja thënë vesh shishin e qumshtit edhe një ditë do vijë. Pra, një ditë do vijë dhe ishte si një lloj aksiome e pranuar në politikë që mbas 2 mandateve qeverisëse rotacioni vjen vetë, pra nuk ka nevojë që të bësh ato më të mirat e mundshme dhe gjitha ato që janë brenda mundësive për të bërë për të ardhur në qeveri, po mund vjet dhe vetë, në fakt nuk ndodhi dhe kjo është edhe një nga mësimet e mëdha që Partia Demokratike duhet ta kishte marrë që në 2021-shin. Sigurisht që nga ajo kohë për fat keq kanë rrjedhur ujëra që Partinë Demokratike nuk e kanë favorizuar, nuk ka qenë e lehtë. Pra këto ujëra nuk e kanë vendosur në lëvizjet e turbinën e madhe për të prodhuar energjinë që mendonte se do sillte. Nuk ka qenë e lehtë, Andrea. Foltorja unë thash, ajo foltorja që unë i referohem si e vetmja dhe e vërteta, krijoi një energji goxha të madhe, me thënë drejtën, krijoi një lloj shprese, një lloj besimi, por duhet kemi parasysh që në atë kohë konsumua një energji shumë e madhe brenda Partisë Demokratike. Pra, sigurisht që kishte një konsum shumë të madh energjie në konfliktin që ishte brenda konfliktin që ishte brenda PD-s, nuk du ta quaj luftë civile, me që nuk pati edhe viktima përveç Lulit, po viktima politike. Në kuptimin metaforik, besoj. Vetëm Luli se tjerët i ka marrë doktori, këtu thash nuk pati shumë, thash. Po ku mendoni se janë rrënjët e këtij gabimi, zoti Kryeja? Duke qenë se energjitë u konsumuan dhe ai ndryshimi ose slogani që zoti Berisha tha më të bashkuar, pra pse duhet ishte nevojshme që të vinim në një foltore të dytë ku me aq sa shohim nuk do jetë vetëm për partinë, por për Shqipërinë. Shiko, unë nuk kam, çështja është që ajo foltore për qëllimet e veta për cilat e përmbushi misionin. U krijua, domethënë nuk ishte, pra ishte më tepër një energji njerëzore e demokratëve për ta krijuar atë foltore se sa një qëllim politik në vetvete. Dhe kishte shumë parime të cilat u finalizuan dhe u shkruan në atë kohë në kongresin e stadiumit, siç jeni mësuar ju mediatikisht, apo dhe ne që na kanë ngelur që atëherë, pra u materializuan ta ai kuvend, pra kuvendi i ri themelimit të Partisë Demokratike dhe ishin parimet mbi të cilat ai kuvend u mbajt ishin ato që u dëgjuan praktikisht nga demokratët në foltoret anë mbar Shqipërisë. Pra kishte një lloj idealizmi. Kishte një lloj idealizmi i cili e arriti finalizimin e tij në kuvendin e 11 dhjetorit. Unë mendoj që nga kuvendi i 11 dhjetorit ne kemi lëvizur, kemi lëvizur pak nga ato idealet e 11 dhjetorit, me thënë drejtën. Unë them pak... Një çika apo shumë? Them pak për të qenë... Me që jemi off the record, mund ta thuash ashtu siç e mendon. Për të qenë pak më diplomatik, kemi lëvizur sepse unë mendoj që qëllimet politike që erdhën pas 11 dhjetorit dhe nuk them se nuk janë legjitime. Domethënë çështja është këtu, unë nuk duat sepse nuk kam. Pra nuk mundet të jap një recetë që duhet ishte bërë kështu apo duhet ishte bërë ashtu, sepse situata në Partinë Demokratike ka vite që është shumë komplekse dhe nuk mundet që
të thuash që po të bëj kështu, ndoshta sot do ishim në ditët më të mira tona të tjera të tjera. Pra, por qëllimet politike që duhet të arrieshin pas 11 dhjetorit dhe mund t'i quash dhe ato legjitime, se politika kështu është, pra konflikti për vullën, konflikti për marrjen e grupit parlamentare të tjera, pra gjitha këto që janë sigurisht qëllime politike, kam përshtypjen unë mendoj që na devijuan pak nga ai idealizmi që e karakterizonte foltoren edhe kuvendin e 11 dhjetorit. Pra energjitë e shpenzuara në emër të bashkimit nuk e mbase deformuan atë idenë e parë. Po problemi është që unë mendoj që bashkimi duhet ishte pak më, pra duhet ishte bashkim i vërtet. Unë mendoj që bashkimet mekanike në politik nuk funksionojnë më. Mendoni sa ishte bashkim mekanik, jo për mua po. Pas idealeve? Për mua, ky është mendimi im, unë kam thënë edhe herë tjetër, pra ishte një lloj bashkimi i diktuar nga koha, i cili për mendimin tim duhet ishte bërë më i ndjerë, më i thellë, më i gjithpranuar. Në qoftë se mund të bëhe. Duke qenë se ka qenë mekanik në fillim, është bërë më shumë shpirtëror me kalimin e kohës, apo ka ngelur vetëm mekanike dhe ka nevojë të vajisë se mund të bëjë si puna zinxhirit ato defektet e veta? Tani, unë, përderisa për shembull unë nuk e ndjej kaq shpirtërisht të bashkimin, mendoj që si puna ime ka edhe shumë njerëz tjerë në Partinë Demokratike, nuk e di, për shumicën ndoshta është bërë më shpirtëror, po sigurisht që thash, duhet ishte bërë më i gjithpranuar në mënyrë që se një parti politike aty e ka suksesin. Pra sigurisht që mund të ketë kriza të tilla, mund të ketë, pavarësisht se kriza jonë ishte krizë shumë e thellë. Pra ne kemi konsumuar këtë energji negative brenda partisë, pra brenda luftës së brendshme. Brenda luftës së brendshme, po themi për një kohë shumë të gjatë, për gati 3 vjet. 3 vjet nuk të lënë të përgatitesh që ti jesh konkurrent me kundërshtarin aq më tepër me një kundërshtar si ky, që ne kemi thënë dhe është pothuajse e gjithpranuar që i përdor të gjitha mjetet për të fituar zgjedhjet. Pra që nga strukturat që ka patronazhisti ku diun se e keni lexuar si duhet deri tek strukturat shtetërore që i përdor gjithë administratën. Sigurisht, domethënë ju jeni një politikan që vini nga terreni, vini nga takimet e përditshme që bëni me qytetarët, jo vetëm në këtë unazën e madhe, po jashtë saj. A është lexuar siç duhet elektorati nga Partia Demokratike? A janë përçuar tezat e nevojshme tek ky elektorat? Pse nuk binden njerëzit që, si dikur, për pak ditë bëhen 35 vite Parti Demokratike, që të mbushin sheshet si në dhjetorin e famshëm të 90-s? Mbase ka ndryshuar kohës e njerëzit tani mblidhen në rrjetet sociale, por pse nuk është sërish ajo flaka që i duhet, pra? Kohët kanë ndryshuar, sigurisht, nuk është ka dhe një përgjumje të shoqërisë, sigurisht tu kemi përgjegjësinë tonë dhe ne, si opozit, pa tjetër, sepse opozita në fund ditës duhet jetë ajo që ndez në një farë mënyre revoltën popullore, pra ajo që e mundson, po themi, shpërthimin e një revolte popullore apo të atyre të ekspozimit në protesta të atyre shqetësimeve dhe halleve të përditshme që kanë qytetarët e vendit. Por sigurisht e thash Andrea dhe i rikthehem që nuk është e thjeshtë që pas gjithë asaj që ka ndodhur në Partinë Demokratike, Partia Demokratike pa pritur, pra pas gjithë kësaj periudhe shumë të gjatë, pa pritur e pa kujtuar të bëhet, si më thënë, me buton, një forcë që frymëzon brenda ditës, brenda 2 ditëve, brenda një muaji po të doni ju. Pra çdo gjë ka procesin e vet dhe ne duhet mësohemi që të jemi të vërtet në radh parë me veten, në radh dytë me ata që na ndjekin, në radh tretë unë mendoj që duhet të jemi më të vërtet dhe me shoqërinë. A është Partia Demokratike e vërtet me veten? Shiko, nuk mund, duhet të jetë më e vërtet, them unë. Nuk them që Partia Demokratike nuk është e vërtet, por duhet të jetë më e vërtet, pra pikërisht nga këto që the ti, pra pse nuk po arrim të bëjmë protestat mëdha etj. Megjithse në fakt këto protestat që po bëhen tani te kryeministria që quhen foltore, unë nuk jam që
të frymëzojnë edhe ty ato protesta, se do ishte zhgënjimi i madh për mua. Po thoja gjë tjetër. Në fakt këto nuk janë thirrë si protesta. Pra, unë për shembull nuk është se kam qenë, me thënë drejtën, dakord për këtë format. Po kjo është çështje kur jam parti politike, sigurisht që vendos ka vendimarrje, ka. Në fillim protestoi ishte slogani i prezantuar nga. Nuk janë thirrë si protesta, pra. Janë thirrë, ju e keni parë, edhe emërtimi është foltore, apo nuk është pra është. Fillimisht ishte protest. Pastaj u ndryshua u bë foltore. Ai është një kombinim mes deputetëve dhe qytetarëve, të cilët deputetët flasin për ato që duhet thonë parlament, sepse nuk kanë hapësira, nuk i lë hapësira majoranca, sigurisht dhe qytetarët flasin për gjëra të tjera. Pra nuk mund t'i quaj protesta, por sigurisht që duhet ishte koha për protesta, sidomos pas skandalit fundit të zëvendëskuar ministrit të vendit, domethënë pas skandalit që Zoti Kryeja, cilat kanë qenë sugjerimet tuaja në kryesinë e Partisë Demokratike? Sipas burimeve të mia, ato kanë qenë shumë të ashpra dhe të forta. Mund të domethënë të ashpra. Na i thoni ju që mos i them unë. Jo, problemi është tu. Unë kam, domethënë, si çdo parti politike dhe Partia Demokratike ka ato diskutimet e veta që janë mbyllura për mediat normalisht edhe prandaj, domethënë, kuptimin që rrobat e balara do vazhdojnë të bëhen gjithmonë brenda. Jo, nuk është problemi aty, po unë nuk jam nga ato njerëz që kur diskutojnë kryesi, domethënë vrapoj ti përcjell lajmet që diskutimi im dalin nëpër media për një farë protagonizmi politik etj. Edhe mendoj që kjo është më e mirë për të bërë nga të gjithë njerëzit. Pra, sepse diskutimi në kryesi, përveç diskutimit, duhet jetë edhe një lloj reflektimi dhe duhet dëgjosh edhe kundër argumentat që mund të ketë një koleg tjetër, qoftë edhe kryetari i partisë, qoftë po edhe kolegë të tjerë. Pra, unë mund të diskutoj, mund të kem argumentat e mi, por kjo nuk do të thotë që të nxitoj të nxjerr nëpër media që shiko ç'u thash unë, sepse gjatë atij diskutimi dhe reflektimi, unë mund të kem kundër argumenta që cilat kanë qenë ato, Zoti Kryeja? Mund të na thoni disa nga tezat tuaja të propozuara për Partinë Demokratike. Kjo i vlen edhe demokratëve të cilët nuk mendojnë në linjë zyrtare të Partisë Demokratike, por kanë qëndrime. Jo, unë nuk është se kam qenë kundër linjës zyrtare, se kjo çështja e linjës zyrtare është çështje, domethënë, është çështje e pak e koklavitur. Domethënë, kur diskutohet në kryesi, sigurisht që mund të diskutosh edhe, pra nuk ka linjë zyrtare. Në një diskutim. Linja zyrtare është foltore, ju jeni kundra foltores. Jo, çështja është tu. Kur jemi kryesi, nuk ka linjë zyrtare, pra nuk se ai është diskutim i hapur. Pra normalisht aty gjithë secili ka fjalën e tij dhe mund të thotë po, ka mendimin e tij dhe mund të thotë çfarë doj. Linja zyrtare del më vonë. Unë kam qenë protestave masive. Jo, unë nuk kam qenë që të bëjmë protestë, kam thënë që ne duhet të shohim, pra ajo që e thash. Ne duhet jemi të vërtet me veten. E para që të marrim një vendim, a do shkojmë protesta apo jo, ne duhet që të shikojmë veten dhe njerëzit, a jemi të gatshëm që të shkojmë protesta masive apo nuk jemi të gatshëm. Që klima është, sidomos sepse mbledhja kryesisht ishte pasi doli skandali Balluku, që kjo ka nevojë për një reagim, pa diskutim që ka nevojë për një reagim. Nuk diskutohet. Pra këtu bim dakord gjithë. Por sigurisht që për të organizuar protesta masive duhet një kohë, ka nevojë për një vendimmarrje dhe duhet edhe patjetër një lloj logjistike, po them. Pra duhet dalin drejtuesit kryesor, duhet flasin me bazë, duhet mobilizojnë njerëzit etj. Po sa zgjat ky proces, Zoti Kryeja? Ka zgjat shumë, pra patjetër. Ka zgjat shumë. Nuk duhet zgjat shumë. Po që për numër skandalesh, nuk është se nuk e ka ofruar klimën kjo qeveri për të protestuar, jo vetëm për të protestuar, po pa diskutim. Dhe prandaj jemi në këtë pikë dhe për mua, prandaj them që gjëja më e rëndësishme sot, një nga më të rëndësishmet, se mund të kemi edhe shumë problematika tjera, është kjo që ne duhet jemi të vërtet me vetëm. Pra duhet të diskutojmë gjërat ashtu siç janë. Një tezë tjetër, nuk është tezë, si me thënë, shqetësimi imi, që unë e kam pas dhe e kam, është që më duket që ne po flasim edhe pikrisht tani. Po japim oksigjen problemeve, thua? Jo, përveç asaj, ne po i flasim njerëzve me disa gjuhë, me disa shpejtësi.
Dhe kjo, po se një parti, pra normalisht, një parti flet me, ose flet me një përcakton strategjinë e saj, ato shqetësime që mund të ketë elektorati apo dhe publiku i gjerë dhe shkon atje. Ne kemi disa problematika në raport me komunikimin me publikun. Për shembull, po them një rast. Retorikën ne kemi shumë të fortë ndaj qeverisë. Linja zyrtare me që i kemi qefta. Jo vetëm linja zyrtare, por në përgjithësi, gjithë ne kemi retorikën shumë fortë se është për ta pasur të fortë, se me gjithë to që po ndodhi, me thënë drejtën, nuk s'ke ças but. Ama kur vjen puna, ne nuk i sqarojmë njerëzit për shembull. Ka kolegë tuaj që jo e zbusin, po e bëjnë fillin shumë të hollë, zoti. Nuk kam dëgjuar. Nuk kam dëgjuar, po nëse me të dëgjuar e kemi edhe ne. Jo, nuk i kam dëgjuar, me thënë drejtë, nuk i kam dëgjuar, por një nga gjërat për shembull që ka që lë keq kuptimet e publiku. Pra ndërkohë që ti gjuhën me kundërshtarin me e ke gati luftarake, narkoregjim që pa diskutim bim të gjithë dakord, për sa kohë që i themi, jemi të gjithë dakord. Shkojmë pastaj për shembull dhe ulemi në komisionet parlamentare më të rëndësishme me këtë kundërshtarin politik. Unë nuk jam kundër, nuk jam i kësaj ideje që Partia Demokratike duhet të lërë të gjitha ato hapësira që ka. Pra duhet t'i plotësoj, nuk jeni kundra bojkotit. Jo, duhet t'i plotësoj, po jam kundër bojkotit, sepse ne e pam çfarë ndodhi me bojkotin. Pra Partia Demokratike duhet mundohet me nga gabimet. Duhet mundohet me çfarëdo lloj mënyre që hapësirat e veta t'i shfrytëzoj, por sigurisht për interesat e saj dhe të elektoratit që përfaqëson, edhe për elektoratin opozitar në përgjithësi. Por neve këtu kemi lënë keq kuptim, pra normalisht njerëzit nga kjo nuk e kuptojnë, ore çfarë po bëni? Domethënë, pra duhen sqaruar gjërat, kjo është çështja. Sigurisht që ne këtë kundërshtar që kemi na ka vjedhur zgjedhjet, është narkoregjim, ky është një njeri që shfrytëzon çdo gjë që ka në dorë për të manipuluar zgjedhjet dhe për të marrë pushtetin, por ama pikërisht për këtë, ne duhet marrim pjesë te Komisioni i Reformës Zgjedhore se çdo ndodhi me reformën, kjo është çështje për të diskutuar, po ama ne këtë duhet t'ia themi publikut, se nëse ne ja lëm atij Komisionin për Reformën Zgjedhore, ta bëj vetë siç e bëri dikur, atëherë sigurisht. Por në këtë pikë ai bën. Jo, një pyetje kam. A do ishte tradhtim më e madhe kjo në raport me publikun nëse ne lëm fare komisionin siç ndodhi siç u diskutuam më vonë? Mirë ta lini edhe të jetë siç ishte në 2021-shin se sa të jetë si ky le të themi formula e 2025-s zoti Kryeja. Mbase do ishte shumë më mirë. Dakor, jam formula e 2, unë për ky është mendimi im personal, unë thash, unë them flas ato që unë mendoj. Jam shumë dakord që ndoshta si formulë do të ishte më mirë ajo e 2021-shit me rregullimin që mund t'i bëjë, sepse dhe ajo kishte nevojë për rregullim. Padyshim. Kishte nevojë. Zbatoi ajo e gjykatës kushtetuese. Pikërisht pra, kishte nevojë për rregullim se kishte një vendim të gjykatës kushtetuese. Por mua do ishte më mirë. Por kjo ishte një zgjidhje që në këtë pikë zoti Kryeja, mendoni se duhet ta them të nuk ka edhe këtë e kam thënë në mbledhjen e fundit të kryesisë. Ne duhet mësojmë që nuk ka sistem zgjedhor që të nxjerr fitues. Çdo sistem zgjedhor ka problemet, ka të mirat e veta, ka dhe të këqijat e veta. Ne I kemi provuar pothuajse të gjitha sistemet tonë në Shqipëri. Pothuajse. Nuk është një formulë magjike, po është një suport shumë I madh. Ky që ishte tani ishte hibrid, nuk ishte domethënë kemi provuar dhe sistemet dhe hibridet të sistemit. Një nga këto eksperimentet që gjithmonë është në kurrizë opozitës. Por ne duhet çfarë duhet bëjmë ne? Ne duhet bëjmë pikërisht këtë. Që ne duhet jemi të qartë për sistemin që duam, por ky sistem nuk na nxjerr automatikisht fitues, por ne tashmë kur të jemi të qartë për sistemin që duam, duhet bëjmë përgatitjet dhe të sillemi që të fitojmë sipas këtij sistemi që kemi vendosur. I bën si duhet Partia Demokratike llogarit sepse ka një sër çështjesh të cilat I nis dhe pastaj I lë rrugës, I nis proteston dhe pastaj nuk shkon në parlament. I nis rasti I fundit avokati I popullit, dha firmat 35 deputet për disa nga kandidatët, ndërkohë që pastaj I tërhoqën për zotin Shabani. I bën si duhet llogarit apo thjesht është një lloj treni që është me 2 lokomotiva apo më shumë lokomotiva që njëri hik në njërin krah, tjetri hik në krahun tjetër edhe tërheqin vagonat. Jo, 2 lokomotiva unë nuk shikoj aty, domethënë nëse shikoni ju pastaj nuk e di, po është e vërtet. Ky proces I avokatit popullit për shembull ka dhe prandaj them që ka disa gjëra që ne lejmë shumë keq kuptime me publikun. Pra kemi një lloj
si më thënë, një lloj neglizhence, një lloj hutimi, dukemi sikur jemi gjatë gjithë kohës në një udhkryq nga i cili s'po dalim dot. Pra, kë nga drejtimet të marrim. Edhe kjo është një nga ato shqetësimet që unë e ngrita në kryesi, me që më detyruat që po tashmë Off the record është zoti Kruja. Po ka kaluar dhe domethënë edhe kryesia jon tani më është bërë është fryrë, kështu që normalisht nuk është më sekreti ashtu siç ka qenë dikur. Kështu që edhe ky proces, po i avokatit popullit mund të ishte trajtuar me një seriozitet më të madh. Pra e kemi këtë problem. Nuk kemi qenë përgatitur edhe nga ky proces, ndoshta edhe nga fakti që klima në kuvend të Shqipërisë ka qenë e tillë që neve kemi qenë shumë mosbesues, që ata majoranca, duke qenë që ka dhënë prova që do t'i kapi të gjitha, kemi qenë shumë mosbesues për ta trajtuar këtë lloj procesi ashtu siç duhet, që ne të prodhonim një kandidat të mbas një procesi të gjithë pranuar dhe të ishte propozimi zyrtar i Partisë Demokratike dhe mos trajtohej kur çdo si në këtë mënyrë, kur çdo kandidat mund të kapi deputet të caktuar për t'i marrë firmën, qoftë me njohje personale, qoftë edhe për kontribut, se kjo është çështje kontributi, po mund të ishte trajtuar pa diskutim, mund të ishte trajtuar më mirë. Dhe kjo e thash, tregon që ne kemi një lloj problemi tek çështja organizative. Jo, kjo nuk është çështje organizative. Nuk është çështje organizative. Apo të mesazhet që përcillen. Kjo është çështje që ne duhet jemi më të qartë në atë që ne bëjmë, apo në atë që duhet bëjmë. Kjo është çështja. Qartë. Zoti Kruja, në 2021-shin, asaj që ju referuat si foltorja e vërtet, zoti Berisha ka thënë po të mos ishte foltorja e demokratëve, Basha do dëshironte të rrinte një 80 vjet në opozit. Paktën kështu është shprehur. Tashmë, sipas një studimi thuan që dëshirat janë ngjitse, mos ndoshta që kjo foltorja tjetër që do të ndërmarrë është po për këtë arsye? Kush të bëj luli foltore thotë? Jo, zoti Basha. Ishte zoti Berisha, po të mos ishte foltorja e demokratëve, Basha do dëshironte të rrinte një 80 vjet në opozit. Mos ndoshta duhet edhe një foltore për ta zgjuar zotin Berisha, se mos ndoshta dëshira për të ndëitur 80 vite në opozit. Si rregull ka qenë inversi, domethënë dëshirat e zotit Berisha i ngjiteshin zotit Basha. Kështu ka funksionuar. Po kjo dëshira për ndëitur në opozit? Dëshirat e zotit Basha asnjëherë nuk janë kthyer në ngjitse zotit Berisha, por për mendimin tim, unë thash kjo foltorja që ka ndërmarrë tani zoti Berisha, në fakt ka qenë paralajmëruar. Pra kjo ka gati një muaj që diskutohet, edhe mbledhjen e fundit që kemi bërë në të kryesisë është vendos, pra është thënë që zoti Berisha do dali në foltorë. Tani çështja është ke termi që kryetari i Partisë Demokratike, kushdo qoftë në këtë rast është zoti Berisha, duhet dali patjetër pas një kohe kaq gjatë që të bashkëbisedojë me strukturat e veta. Është shumë e nevojshme. Është e nevojshme sepse aq më tepër pas këtyre që ne po diskutojmë, pra pas humbjes, pas mandatit 4 të fituar nga Edi Rama, pavarësisht me gjithë, pas gjithë kësaj kohe që ne për fat keq mund ta kishim shpejtu pak më shumë procesin, po ishim dhe në pritje të raportit ose ODIHR-it etj këto gjëra. Pra është e nevojshme. Çështja është që unë mendoj që këto bashkëbisedime i shërbejnë patjetër një lloj rienergjizimi të strukturës. I shërbejnë patjetër edhe dëgjimit të problematikës që vjen nga baza. Ama prap jam i mendimit që nuk jemi se kur bëjmë atë... Në të tjera kushte. Nuk bëjmë atë ngjashmërinë, pra nuk është ajo foltorja që tham, ajo foltorja. Nuk ripërsëritet. Por megjithatë duket sigurisht e njëjta retorik, pra Rama narko-qeveri, vjedhjet janë vjedhur, ky është shtet kriminal, domethënë duket sikur niset për një analizë, ndërkohë që ka vetë analizën brenda zoti Berisha duke bërë atë. Nga një anë i thuhet strukturave që nxirrni përgjegjësitë pse humbët, dhe nga ana tjetër thotë po
vetë që unë për këtë arsye. Dhe kjo hyn dhe ky ka qenë një nga shqetësimet që unë kam ngritur në mbledhje kryesie, dhe kjo hyn te ajo që unë e kam shumë merak. Pra ne duhet jemi pak më të vërtet dhe më të qartë edhe për opinionin publik. Pra edhe kjo është një çështje. Ndërkohë që ne, dhe unë e kam ngrit, ndërkohë që ne themi që zgjedhjet na janë vjedhur dhe raporti OSBE-Dirit, me thënë drejtën, pretendimet tona kryesore i kanë mbështet. Pra edhe ata janë të shqetësuar për përdorimin e fondeve të administratës për blerje vote. Zoti Gruaja, po prandaj kjo është edhe sfida më e madhe që ka opozicia. Dhe unë këtë e kam thënë që analiza në këtë pikë nuk mundet që ne të bie, pa diskutim që baza mund të ketë, si me thënë, ne kemi një lloj presioni nga baza, nuk diskutohet, jo vetëm nga baza, e kemi edhe nga opinioni publik, i tëri. Por ne nuk duhet, sepse ne jemi drejtues të asaj partie, pra ne e dim problematikën dhe duhet ta orientojmë ashtu siç është. Ne nuk mund të shkojmë atje për të gjetë fajtor dhe për të bërë koka turku. Kemi bërë shumë luftë me njëri tjetrin gjatë gjithë këtyre viteve. Pra ne duhet ta ndajmë këtë punë. Ose zgjedhjet na janë vjedh dhe neve duhet tani, bile duhet ta kishim bërë dje, të përgatitemi për çfarë kemi përpara dhe kush janë rrugët që ne mund ta mundim, apo siç thot zoti Berisha, me këtë zgjedhje nuk ka, po çfarë strategjie do ndjekim që ne të rrezojmë këtë. Pra, këto janë tezat. Ose përndryshe pastaj, ne nuk mund të shkojmë të bëjmë analizë dhe t'i themi njerëzve që zgjedhjet në i vodhën, por tani duhet nxjerrim patjetër në i fajtor se s'kemi çfarë bëjmë se na e kërkon baza. Kjo nuk qëndron. Megjithatë, disa kolegë tuaj janë duke e bërë këtë gjë, po shkojnë drejt bazës dhe kanë artikuluar problematika të ndryshme. Është zoti Saljani, zoti Elim Ahmeti, zoti Kalaja dhe një sër funksionarësh edhe figurash të tjera lokale, politikanësh lokal. Cili është opinioni juaj lidhur me këtë lëvizje? Unë kur ju referova foltoreve, ju referova dhe kësaj, në fakt. Opinioni im, me thënë drejtën, nuk kam ne opinion për këtë lëvizje. Unë nuk besoj se ju nuk keni një opinion. Jo, ta them pse nuk kam opinion. Ose mbase keni një opinion që mund ta thoni dhe një që s'mund ta thoni. Jo, nuk kam opinion, kuptimin se tani ju më pyesni mua politikisht apo jo? Patjetër, si njëri politik këtu. Patjetër. Tani unë opinion politik për këtë nuk kam. Pse nuk kam dhe prandaj them s'kam ne opinion, se opinioni mund t'jap pse dush. Po s'kam opinion sepse nuk shoh teza politike. Nuk shoh qëllime politike. E kam djek edhe në prononcime, i kam djek në prononcime, që kur filloi kjo historia e asaj kafes famshme që u bë papritur virale nëpër media, pra ishte kafe pa kamera, pa gazetar, po u bë me shumë ekrane pastaj, në darkë, nuk pash tezë politike, nuk pash. Edhe takimin e du foltoren, se edhe asaj jam referu si foltor. Prandaj kam thënë që foltoret nuk kanë më kuptim, nuk mund të bëjë çdo njeri, gjithë secili nga ne nga i foltore, po dalim gjithë, ne takojmë gjithë njerëz. Ne takimin me demokratë bëjmë për ditë, bëjmë analiza edhe jo zyrtarisht, sigurisht se njerëzit janë të interesuar për atë punë. Po nuk mund quhen foltore këto, nuk mund bëjmë foltore të gjithë. E pash takim nuk kishte tezë politike, prandaj them nuk është se kam ndonjë opinion. Opinion politik po flas. Unë do isha shumë dakord, absolutisht, pastaj është tjetër gjëja i mbështet as si mbështet, por si antar kryesie dhe si njëri që kam shumë vite në atë parti, do isha shumë dakord dhe nuk kam asnjë problem me këdo që do të bëj takime, madje takime dhe më të ashpra me leadershipin e partisë edhe me kryesinë edhe me këdoj, në kuptimin e retorikës. Pavarësisht se mendoj që nuk është koha. Po kjo s'ka rëndësi, ky është mendimi im personal. Por te ky takim nuk pash teza politike, nuk u zhvillua asnjë tezë politike. Tani, nëse ti delet nëpër media ne lexojmë lajme, tani lajmet janë pak se diskutuam edhe off the record fare, para se të hynim në emision. Lajmet sigurisht që her pas here titujt e lajmeve nuk, domethënë kanë një lloj diferencë nga brendia. Por nuk kam parë edhe nga prononcimet, edhe nga lajmet, nuk kam parë që të zhvillohen teza politike, se nëse ti shkon me një takim ku flet me të njëjtën retorik që flet Sali Berisha dhe flet çdo drejtues tjetër i asaj partie, dhe pastaj lajmi del sikur ti ke dalë në një lëvizje
kundër linjës zyrtare, mu nga retorika politike me thonë drejtë nuk më duk. Çështjet organizative, Andrea, nuk janë tezë politike. Çështjet organizative janë çështje të cilat kanë lidhje me zgjidhjet që mund të jepet një strukture të një partie politike, por nuk janë tezë politike. Tezat politike janë tjera. Unë kam thënë, ne kemi pas për shembull, po marr një rast për t'ju rikujtu dhe për t'ju kemi bërë ne një lëvizje në 2017, lëvizja për ngritjen e PD-s. Askënd për të humbur, gjithkënd për fituar ka qenë slogani. Në fund humbur shumë prej tyre rrugëve. Po e shikon si e mban mend sloganin? Se kishim të slogan. Pra ishte lëvizje, kishte një bosht, kishim një platform, kishim një qëllim të qartë politik, kishim një kërkesë shumë specifike politike. Kërkonim dorëheqjen e kryetarit të partisë, sepse rezultati i zgjedhjeve ishte më i ulti historik i Partisë Demokratike. Pra lëvizjet kanë një tezë politike. Duhet të kenë një tezë politike. Atëherë, nëse kanë një tezë politike, edhe kjo lëvizja, duke qenë se rezultati i 2020 i 11 majit nuk ishte ai premtuar, mund të jetë legjitime. Unë nuk thashë nuk është, unë po them që për mua nuk është lëvizje, për sa kohë që nuk ka një tezë politike dhe për sa kohë, dhe prandaj them që nuk kam opinion. Pra politikisht nuk kam opinion. Nuk jam me këtë, që takimet tilla që nuk kanë teza politike, që bëhen me demokratët apo me strukturat e Partisë Demokratike, të pompohen mediatikisht në mënyrë të tillë, sikur janë takime që po sjellin diçka sepse se ka fajin media në këtë rast, ato janë. Nuk thash për media nuk thash unë ka fajin media, më vjen keq. Nuk jam dakord me këtë thash. Jo, unë e kuptoj ku e keni ju qëllimin, por dua që ta kuptoj publiku. Në strategjinë që kanë zgjedh, strategjia që kanë zgjedh organizatorët e këtyre takimeve, por nuk është e drejtë në këtë moment. E para dhe e dyta për mua nuk është as efektive sepse nuk ka, pra nuk po thon diçka. Do isha shumë dakord pra. Unë do isha shumë dakord personalisht. Në qoftë se ata dilin dhe thonin, ore zotëri, ne mendojmë që kryetari i Partisë Demokratike duhet të japë dorëheqjen se ka humbur zgjedhjet bashkë me të gjithë ekipit drejtues, pavarësisht se edhe ata hynë ke ekipit drejtues, por s'ka rëndësi, kanë tezën e vet për ta zhvilluar. Dhe pastaj më pas një platformë e cila shpallet dhe dikush nga këta e merr përsipër si do fitohen zgjedhjet, si do përballen me regjimin pra të tilla teza politike. Ata le të themi që pavarësisht se thash se tezat e tyre nuk janë dëgjuar në forumet e Partisë Demokratike, ose më saktësisht akoma edhe nuk janë mbledhur. Nga zoti Saliani si pjesë e kryesisë, a është dëgjuar sa duhet në brenda forumeve të Partisë Demokratike dhe brenda kryesisë? Për sa unë kam qenë në mbledhje, zoti Saliani, jo vetëm zoti Saliani ka diskutuar aq herë sa e ka kërkuar fjalën dhe ka thënë ato gjëra që mendon në kryesinë e Partisë Demokratike, si gjithë kush tjetër aty. Tani se duket sikur neve nuk themi të vërtetën, unë thash, unë kam problem të madh këtë raportin dhe prandaj ngrita si shqetësim. Aty në mbledhjet e mbyllura, po e përsëris këtë se duhet të thënë se është e vërtet. Tani, sigurisht që ne e dim që autoriteti i Sali Berishës në atë parti, nuk është sekret ta themi që është shumë i fortë. S'ka sekret këtu. Nëse ka njëri që nuk e kupton këtë, pastaj po flasim kot. Dhe sigurisht që krijon një lloj, si më thën, krijon një lloj imponimi. Imponim në kuptimin që njerëzit vetë imponohen nga autoriteti dhe nga historia që Berisha mbart me vete brenda asaj partie, se këto janë të vërteta dhe këto duhet i themi. Por unë në mbledhjet e kryesisë, unë personalisht kam diskutuar ato që kam mendu, me atë gjuhë që unë kam zgjedhur përdor, dhe të gjithë tjerët çfarë kam parë unë kanë diskutuar ashtu siç i kanë menduar gjëra. Tani nëse kanë mendime të tjera dhe diskutojnë kryesi gjëra të tjera, unë këtë s'mund ta marr përsipër ta interpretoj. Pra ju thoni që ato që artikulohen në foltoret e mbajtura nuk janë artikuluar brenda kryesisë? Jo, në rastin konkret, unë nuk kam dëgjuar nga askush aty, po i referoheni zotit Saliani se ai është, po themi, përfaqësuesi i kësaj foltores re,
nuk kam dëgjuar shqetësime serioze për sa i përket drejtimit të Partisë Demokratike. Nuk i kam dëgjuar, me thënë drejtën. Unë aty kam qenë, nuk i kam dëgjuar. Pra, unë do isha i mendimit që në qoftë se këto shqetësime të ngriheshin, pra nuk kam asgjë thash me organizimet që po bëjnë, mund t'i bëj kushdo. Nuk më pëlqen thash mënyra, duhet jemi pak edhe pak më modest, sidomos brenda partisë. Protagonizmi tepruar sjell një lloj problematike edhe brenda partisë. Nuk jemi në situatën më të mirë të partisë që ta çojmë drejt një kaotizimi ekstrem, por mirë do ishte që këto teza të ezauroheshin në kryesi dhe në këtë mënyrë ti shikon në fund ditës kushdo që e merr përsipër këtë, shikon edhe sa mbështetje ke. Unë për vete kam diskutuar në kryesi ato që kam pas shqetësime që ju thash dhe ju këtu. Ka dhe disa gjëra tjera që i kam diskutuar, por i kam diskutuar. Dhe i kam diskutuar me një gjuhë, me thënë drejtën, jo me një gjuhë që e ka kalu në një farë mënyre atë gjuhën normale të diskutimit të qetë. Pra, kam pas dhe një lloj toni, sepse problemet janë të tilla. 13 vite opozit, figurisht që do ta keni edhe këtë lloj gjuhë. Diku do shpërthet. Diku do shpërthet. Zoti Gruaja, kur e shikoni Partinë Demokratike në 2029, të përçar duke protestuar në foltoren 3 apo duke përveshur mëngët e punës si parti në pushtet? Jo ku do doni, por ku mendoni se do shkoj e gjithë kjo rrugtimi i Partisë Demokratike? Kjo pyetja patjetër që të ngacmon dëshirën, nuk diskutohet që unë që do doja ta kishin pushtet sigurisht. Kjo pyetje jam subjektiv, pa diskutim që unë për sa kohë që vazhdoj edhe kontriboj aty, edhe vazhdoj dhe merakosem dhe shqetësohem për problemet që ka Partia Demokratike, sigurisht që e mendoj të mundur që në 2029 ne duke bërë pra maksimumin për të rregulluar gjithë këto gjërat që kemi, në 2029 ne e mendoj unë që ja arrim të vim pushtet. Sigurisht, e thash, nuk është e lehtë, ne duhet merrem me gjithë problemet që kemi, duhet kishim filluar dje thash. Sot është vonë, po ka kohë prap, dhe duhet fillojmë merremi që tani me zgjedhjet e ardhshme lokale që kemi, e kam thënë dhe këtë. Pra si do ta trajtojmë çështjen e zgjedhjeve. Çfarë rrugë do ndjekim? Do ndjekim rrugën që nuk ka zgjedhje me Edi Ramën dhe po edhe kjo do strategjinë e saj. Pra normalisht se ku do shkoni? Se ku do shkojmë. Apo ne do fillojmë të përgatitemi me seriozitet për zgjedhjet e ardhshme lokale, e cila janë për mua baza që ne të rihym në konkurrencë për të marrë pushtetin. E fundit Zoti Gruaja, duke qenë se ju e doni Partinë Demokratike në 2029 në pushtet dhe e shikonin në pushtet. Për një Parti Demokratike në pushtetin 2029, a duhet bëhen ndryshime në le të themi kupolën e Partisë Demokratike në prill të vitit të ardhshëm, apo kjo kupol është e shëndetshme për të... Kaloj shumë shpejt koha, Andrea. Shiko, unë jam nga... Jo keni mendim për këtë besoj. Kam patjetër. Kisha mendim për të gjitha unë. Po... Një mendim që dhe... Unë jam nga do njerëz që mendoj që sigurisht që pa diskutim që partitë politike kanë nevojë për ndryshime të herpasershme. Pra qoftë edhe nuk jam nga do njerëz që jam për një lloj anarshie, pra sigurisht që duhen respektuar edhe mandatet e të zgjedhurve, po sigurisht që ka nevojë sidomos kur respekti është bërë, Zoti Gruaja, zoti Vokshi, o i është respektuar mandati nga 2008 deri tani ose është respektuar askujt? Nuk duhet merrem me emra të veçantë, po flas në parim. Pra, por jemi në situatën, sidomos tani që jemi pra plotësohet dhe mandati, sigurisht që duhet të ketë ndryshime, pra Partia Demokratike për mua duhet t'i shohë mirë gjërat dhe duhet mendohet ndryshoj pa lidhje me emrat. Sepse ne po shkojmë, ne po bijem në grackën e nga që jemi pak të avasht në këtë menaxhimin e kësaj situatës që na ka ardhur, ne po bijem grackën që këtu mjafton të ndryshojnë ca emra KPD-ja dhe kjo punë pastaj mbaroi ne morëm pushtetin. Nuk është kështu. Por është një nga. Është një nga, patjetër, po janë shumë, Andrea. Por ne nuk duhet bijem kurse si te kjo grackë. Dhe për mua, patjetër që duhet ketë ndryshime, ama ndryshimet nuk duhet të jenë si bashkimet.
mekanike. Duhet të jenë shpirtërore, thonë ju, dhe ideologjike. Nuk duhet të jenë mekanike, ndryshimet duhet të jenë ndryshimet të cilat përfaqësojnë fluksën Partinë Demokratike, përfaqësojnë votan Partinë Demokratike, përfaqësojnë humorin Partinë Demokratike, përfaqësojnë ideologji dhe vlera. Ideologji dhe vlera sa më shumë njerëz Partinë Demokratike. Kjo është çështja. Nëse ndryshojmë vetëm për të ndryshuar, pra hajde heqim këta edhe vëmë ca tjerë se kështu nuk do ishit në vërtet me vete. Jo, kështu i mbushim mendjen publikut që ne po ndryshojmë, nuk do kemi bërë asgjë dhe nuk do jemi as të vërtet, as me publikun, as me veten tonë. Zoti Kruja, meqense nisëm me dimrin norvegjez të gjatë, le të shpresojmë që Partia Demokratike do ketë pranverë shqiptare. Shumë faleminderit për gjithë bisedën dhe mesazhin tënd. Faleminderit juve. Nderuar shikues, kalojmë në insertin e radhës për të kthyer në studio dhe për të vijuar diskutimin në panelin e diskutimit.